Në këto momente kam një lidhje të drejt për drejt me studion, avokatin Redi Ramaj, për të folur mbi propozimin që Partia Demokratike ka bërë për ngritjen e një komisioni hetimor për akshin. Zoti Ramaj, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Avokat, Partia Demokratike ka kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor. A është koha që të kemi një komision hetimor ku të jepet llogari dhe sa gjasa ka që mazhoranca të bashkohet në një pikë me opozitën për ngritjen e këtij komisioni? Çështja e akshit, besoj ju e kuptoni, besoj gjithë qytetarët e kuptojnë që është një çështje e cila jo vetëm kërkon hetim parlamentar, por përtej edhe hetimit të prokurisë posaçme, mendoj që çdo institucion i cili në Republikën e Shqipërisë ka detyrë auditi, ka detyrë kontrolli apo funksione të ngjashme duhet ta hetojë, sepse flasim për qindra miliona euro, flasim për sigurinë e informatike të Republikës së Shqipërisë, që do të thotë çdo dokument i digitalizuar, çdo veprim i kryer nga kjo agjenci e cila lidhet me të dhëna personale të shqiptarëve, të lidhur me aksesin që kanë gjithë institucionet e tjera dhe lidhjen midis tyre, mënyrën se si qytetari nëpërmjet e-Albanias dhe platformave tjera lidhet me shtetin në një farë mënyrë, nëse mund ta themi më thjesht. Janë të gjitha veprime dhe këto dhe shumë tjera që i kryen ose i menaxhon autoriteti i informacionit, kombëtar i informacionit, për sigurinë dhe informacion. Akshi, që njihet dhe shkurt, është një organ shumë i rëndësishëm i cili normalisht nuk mund të kalojë e gjithë kjo situatë që ka ndodhur me drejtuesen e këtij institucioni, por edhe me zyrtar tjerë, të cilët janë marrë të pandehur apo kanë akuza të ngritura nga prokuroria e posaçme, të kaloj pa një komision hetimor parlamentar. Dhe mua më duket shumë krejt e natyrshme nga ana e opozitës që ta kërkoj këtë komision, dhe normalisht nëse vetë Partia Socialiste dhe mazhoranca do që të bëjë transparencë dhe t'ju japi një lloj llogarie ose mënyre paraqitje të votuesit e saj, po dhe të gjithë shqiptarët, duhet dhe ajo ta pranojë këtë fakt për të nxjerrë se kush janë problematikat, kush kanë qenë defektet. Por e shoh shumë të vështirë nga ana Partisë Socialiste që ta bëjë këtë, sepse akshi është një nga skemat më të mëdha korruptive që ka pasur qeveria shqiptare dhe normalisht të bësh një komision ku do të demaskosh gjithë aferat miliona euroshe të zyrtarëve tu, më duket pak e vështirë, kështu që nuk shoh në një dritje shile nga Partia Socialiste. Ndërkohë, ju si e keni parë punën e akshit për sa i përket sigurisë kibernetike dhe rrjedhjes së të dhënave personale që në fakt ju i përmendët pak më parë. A duhet sot dikush të mbajë përgjegjësi për të gjithë këtë që ka ndodhur? Akshi në këndvështrimin tim, unë e kam ndjekur prej vitit 2014-2015, ka pasur një sër problematikash. Kryesisht me faktin që shumica e menaxhimeve ose akseseve që ka pasur akshi, pra tendrat që ajo ka bërë, çfarë ka menaxhuar ajo nuk ka qenë krejtësisht në duart e personave kompetent apo të kompanive kompetente apo të mirë menduara si projekte të cilat do t'i shërbenin digitalizimit të Shqipërisë. Por më shumë se propagandë është përdorur e gjithë kjo histori si një formë që qeveria të thoshte që ne kemi digitalizuar Shqipërinë. Dhe unë mendoj që për disa skandale, qoftë me daljen e rrogave, qoftë me disa fakte të tjera që unë i shoh të drejt për drejta, qoftë me aksesin që kanë pasur nëpërmjet listës patronazhistëve që ka dalë, duhet të jetë viti 2021-2022, ku kishin dalë të dhëna që për mendimin tim lidheshin me e-Albania, pra patronazhistët kishin marrë dhëna nga e-Albania dhe ky është një përgjegjësi drejt për drejt e akshit. Mendoj që janë skandale të mëdha. Pastaj më pas kur pam që prokuroria posaçme ka hapur një çështje penale voluminoze të përfshirë gjithë drejtuesit, ku flitet për tendra jo të rregullt dhe flitet për cënim të sigurisë digjitale në Shqipëri, atëherë shoh që jo vetëm që ky institucion nuk e ka bërë punën e tij ndër vite, por e ka përkeqësuar aksesin e qytetarëve në administratë, pra e ka vështirësuar, e ka komplikuar, pra ka është bërë një e-Albania që t'ishte më e lehtë për qytetarët dhe është bërë më e vështirë, sepse nuk kanë arritur dot që ta menaxhojnë siç duhet. Dhe kjo është përgjegjësi, mendoj unë, drejt për drejt kryesisht është e kryeministrit, po dhe drejtuesve që ka pasur akshi. Kështu që unë nuk e shoh që ka
ndonjë rezultat pozitiv ky institucion përveç se ka djegur me miliona euro. Të thua që kemi bërë Albania është një gjë shumë e vogël sot në këtë epokë digjitale ku çdo gjë po bëhet për te një platformë thjesht po bëhet me AI apo me variante tjera shumë të sofistikuara teknologjike. Pra, në opinionin tuaj, a ka mekanizma sot Shqipëria që të garantojë të dhënat dhe ku ka dështuar sipas jush? Së pari, unë si avokat në punën time të përditshme kam hasur shumë probleme ku qytetarët nuk kanë aksese në dokumentacionet e tyre bazë. Pra nëse një qytetar sot kërkon të marrë një trung familjar, një certifikat familjar të vjetër, pra të një periudhë të hershme. Albania i hap 1 milion vështirësi, gjë që më herët bëheshe me një vajtje në sportel dhe mund të zgjidhej. Probleme me portalin ose platformën e regjistrimit të bizneseve, e cila është bërë më e komplikuar se kur ishte me sportele. Dhe raste tjera me kadastrën të cilat bëhen vetëm nëpërmjet Albanias apo aksese në institucione tjera si për shembull te noterët. E ka vështirësuar dhe e ka stresuar qytetarin në mënyrën se si ai kërkon informacionin shtetëror, pra dokumenta zyrtare që i përkasin atij. Dhe për më tepër kur kemi parë skandale të cilat kanë nxjerrë dhe të dhëna të individëve, të dhëna personale sensitive që me ligj duhet të mbroheshin nga ky institucion, po dhe nga institucione tjera shtetërore, them që nuk është bërë punë e duhur, them që nuk e ka arritur qëllimin dhe më tepër është komplikuar situata se sa është lehtësuar për qytetarët dhe besoj se prokuroria e posaçme ka për të shkuar deri në fund çështjes dhe mendoj që duhet të jetë një hetim i plot gjithë përfshirës që dhe qytetarët ta kuptojnë se çka ka ndodhur realisht me këtë institucion. Avokat, kemi pasur hakerime, goditje ndaj sistemit të drejtësisë, por edhe sistemit të burgjeve. Sa probleme është kjo pjesë dhe sa e rrezikshme është? Në mënyrë të padiskutueshme, disa institucione, siç ishte rasti dhe i kuvendit, rasti i burgjeve, i drejtësisë, i gjykatës lartë, nuk e di kush institucione ishin goditur, duhet kishim një sistem mbasi janë shpenzuar kaq shumë para, i cili do garantonte minimalisht ruajtjen e të dhënave, emaileve, korrespondencës që kanë këto institucione me njëra tjetrën apo kanë brenda tyre. Nuk mundet që kanë parë para disa ditësh që kanë publikuar emailet të deputetëve. Si mundet që të vazhdohet prej shumë vitesh tashmë, thon hakera iranian, nuk e dim çfarë janë, të vjedhin emailet e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Atëherë do të thotë që këtu sistemi qeveritar i organizimit të korrespondencës, të emaileve, të postës, nuk e di këtu nuk ruhet asgjë, sepse emaili është postë zyrtare dhe nuk mundet mos i garantohet deputetit. Nuk mundet mos i garantohet burgjeve, se ka përbën problem për sigurinë kombëtare nëse të cënohen burgjet, nëse të cënohet aeroporti, nëse të cënohen institucione gjykata, institucione të rëndësishme të veçantë. Atëherë çfarë ruan Akshi? Kush është garancia me sistemet? Për çfarë është investuar që të gjithë mekanizmat të shkonin për ruajtjen e këtyre dhënave, për një administrim më të mirë të qoftë korrespondencës, qoftë veprimtarive që kryen institucionet me njëri tjetrin. Avokat, kam në një pyetje të fundit, por në fakt do doja të rikthehesha edhe një herë në propozimit që ka bërë Partia Demokratike për ngritjen e Komisionit Hetimor për Akshin, megjithatë ju shprehet pak më parë skeptik që Partia Socialiste do të jap dritën jeshile për ngritjen e këtij komisioni. Megjithatë, duke marrë parasysh faktin që janë ngritur disa komisione hetimore, mendoni se është zgjidhje e duhur hetimi në këtë komision nëse marrim parasysh që çështja po hetohet edhe nga prokuroria e posaçme? Pra, e lidh pikërisht me SPAK-un. Unë mendoj që Kuvendi i Shqipërisë ka tagrin që të hetoj paralelisht, është bërë ky debat dhe më herët, të hetoj paralelisht me prokurorinë e posaçme. Pra, ka tjetër rol Kuvendi me komisionet e tij hetimore të përcaktuara në kushtetut dhe ka tjetër rol prokuroria e posaçme. Kuvendi nuk del me konkluzione penale, por mund të shikojë gjithë mbarvajtjen e institucionit, si ka operuar ai, mund të gjejë dhe të konkludojë nëse ka element të ndonjë vepre penale të cilat duhet t'ia kalojë prokurorisë më pas. Por që ajo të bëjë hetimin e saj administrativ, të thrasi dëshmitar, të pyesi njerëz, pyesi zyrtar kryesisht, të cilët kanë pasur në dorë
aksesin dhe kam pasur në dorë menaxhimin e këtij institucioni, them që është detyrë e kuvendit dhe këtë ja ka garantuar Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Më pas prokuroria e cila mundet të futet dhe në kanale të tjera të cilat lidhen me çështje penale, në mënyrë pa diskutueshme që siç e thash, përveç sa asaj që është bërë që mendoj në këndvështrimin tim është pozitive, duhet të vazhdoj hetimin dhe të konkludoj me këtë çështje e cila është në interes shqiptarëve, se thash në fillim, flasim për qindra miliona euro. Duhet të kishim një sistem perfekt, shumë të mirë, të menaxhueshëm dhe shumë të lehtë të aksesueshëm për shqiptarët. Nga diskutimet e mëhershme që dhe ju pyetët, nuk ka pengesë që paralelisht të hetojë dhe kuvendi dhe prokuroria e posaçme. Avokat, falenderoj shumë për bisedën dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit.